بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم. Vazhdojmë sot do të thoja mësimin e parë të shpjegimit të akidës së Imam Tahawit, pra akidën tahawije. Thamë herën e kaluar, dhe ajo ishte thjesht një parathënie, folëm për Imam Tahawin, se ai fillimisht ishte Shafi'i, pastaj u kthye Hanefi, pranonte në pjesën një qytet që quhet Taha, që është në pjesën e sipërme të Egjiptit, dhe prandaj u quajt në atë emër At-Tahawi, pra përkatësi për vendin ku jetonte. Dhe ai libër që shkruajti në akide mori pikërisht emrin me cilin njihej Imam Tahawi. Pra besimi Imam Tahawit, më themi, cilin ai e besonte. Folëm disa gjëra të tjera, mirë po nuk do të ndalemi aty. Vazhdojmë me fjalën e parë të cilën autori, Allahu e mëshiroft, e përcjell në librin e tij. Thot, ne themi për tauhidin e Allahut duke besuar suksesin dhe mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala. Fjala e parë që dua të them është fjala që i thot ne themi. Kjo është një prej pjesëve të imanit, fjala. Imani përbëhet ose emërtohet, pra realiteti i imanit, besimit, përbëhet në tre gjëra. E para është besimi në zemër, që ai e përmend më mbrapa, duke besuar, thot. E dyta është fjala, që muslimani duhet me shpreh besimin e tij me shahadet, me fjalë. Nuk e ka përmend autori, mirë po e treta që po e shtojmë është vepra. Pra kur pyesi dikush çfarë është besimi në Islam, i thua në Islam besimi do të thotë besosh me zemër, ta shprehësh e më pas të veprosh. Kjo fjalë që ka thënë autori, Allahu mëshiroft, ka pohim pas mohimit. Se thot më mbrapa, Allahu është një dhe i vetëm, nuk ka ortak. Pohim, pastaj mohim, pra që nuk ka ortak dhe është një dhe i vetëm. Dhe këtu kuptohet përsosmëria e Allahut subhanahu wa taala. Pasi ne besojmë që ai është një dhe i vetëm. Këtu kemi disa çështje. E para, që ne besojmë me besim të plot dhe besim të prerë se Allahu subhanahu wa taala është një dhe i vetëm. Njëshmëria është cilësia e Allahut, ndërsa njësimi i Allahut është detyrë që ne kemi kundrejt Allahut. Pra, njëshmëria është cilësia e tij, ndërsa njësimi është e drejta e Allahut kundrejt krijesave. Besojmë pra njësimin dhe njëshmërinë e Allahut në zotërimin e tij, në adhurimin e tij dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Siç quhet ndryshe, tauhidi rububie, pra tauhidi njësimi i Allahut me veprat e tij, pra që i thënë tauhidi dhe njësimi i zotërimit me veprat e Allahut, sikurse është krijimi, dhënia e jetës, vdekja, furnizimi e kështu me radhë. Tauhidi dhe njësimi i Allahut në adhurimin e tij, se Allahu një dhe i vetëm e meriton adhurimin, dhe njësimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij. Çështja e dytë është se kanë ardhur argumentet shumëta
të cilat e mohojnë kategorikisht ortakun për Allahun subhanahu wa taala. Madje argumentet janë shumë. Një prej tyre: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah." Thuaj, me të vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Nuk ka ortak. Dhe ortakëria e hedh poshtë njësimin e Allahut. Nëse themi për ortakërinë, i bie që të mohojmë njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Shumë prej njerëzve kanë marrë të adhuruar, pra i kanë bërë Allahut ortak, mirë po, në realitet, këto ortak që njerëzit ja kanë bërë Allahut, nuk e shoqërojnë këtë ortakëri me Allahun vetëm se në emrat që këto njerëz i kanë dhënë, se realiteti është shumë larg. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Ato janë thjesht emra që ju ja keni dhënë, thot Allahu, ju dhe baballarët tuaj. Pasi Allahu për to nuk ka zbritur argument. Dhe ato vetëm se ndjekin hamendësime. Jo që i marrin këto gjëra që i adhurojnë dhe i bëjnë Allahut ortak, jo që i marrin me argument, me bindje. Thot Allahu: "Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min duni Allahi shuraka. In yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." Ato thot vetëm se ndjekin hamendësimet. Dhe ato gënjejnë, thot, janë gënjeshtarë në hamendësimet e tyre. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Ato vetëm se ndjekin mendimet, hamendësimet e tyre dhe çfarë i don vetja. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Dhe prej tyre i ka ardhur udhëzimi prej Zotit tyre. E katërta është që Allahu subhanahu wa taala është i pastër, prej të pasurit ortak. Edhe të pranojmë që Allah të ketë ortak, i bie që ai të jetë pra si Allahu. Ky është kuptimi, pra nëse ortakëria në sheriat, kjo është që ai ta shoqërojë Allahun në veprat dhe në gjërat që i përkasin vetëm Allahut. Pra kjo është ortakëria, domethënë, që po flasim tani. Dhe ajo është tre llojesh, sikur se është ortakëria në zotërimin e tij. E dyta, ortakëria në krijim dhe në renditje, mbajtjen e rendit. Në llojin e parë, në ortakërinë e zotërimit, njerëzit cilët kanë rënë në këtë lloj të ortakërisë, pra të idhujtarisë, janë të krishterët. Ortakëria e zotërimit ka dy lloje, keni parasysh. E para, të mendojnë se zotat janë më shumë se një. Si krishterët që e bëjnë Zotin 3. Tjetra, në krijim, që tham edhe në renditjen e çështjeve. Në këtë lloj të idhujtarisë kanë rënë filozofët, gjithashtu dhe të krishterët, pra duke menduar që zotat janë 3, qaderijet, adhuruesit e varreve, edhe të tjerë.
Tjetra është partakëria në urdhër, në urdhresat e tij. Si ata të cilët marrin persona të tjerë edhe i vendosin një pozitë me Allahun. Pra, çfarë ja lejojnë ato, këto e bëjnë të lejuar, edhe nëse Allahu e ka ndaluar. Dhe çfarë ja ndalojnë ato ndalohen prej saj, edhe nëse Allahu ja ka lejuar. Thot Allahu, "Ala lahul khalqu wal amr." Allahu t'i përket, janë të lidhura bashkë. Krijimi, pra zotërimi, njësimi i Allahut në zotërimin e tij, siç është në krijim, edhe në urdhëresa. Thot Allahu, "Ala lahul khalqu wal amr." Padyshim që Allahut i takon krijimi dhe urdhrimi. E dyta, idhujtaria që i kanë bërë në emrat dhe cilësitë e tij. Sa i përket emrave, sikur se kanë thënë dietarët, ta përgjithësosh një prej emrave të Allahut tek dikush tjetër. Për shembull, emri Zot. Mi po kanë thënë nuk ka problem nëse thuhet i Zoti i shtëpisë, apo i mëshirshëm i lagjes, e kështu me radhë. Ama të thuash Zot apo i mëshirshëm dhe kaq, këto nuk lejohen sepse janë emra që i përkasin Allahut. Më specifik do t'ishte, sikur se thamë, emra që i përkasin vetëm Allahut. Mundet që dikush të jetë i mëshirshëm, mirë po, thamë që kjo gjë është ndaluar. Nëse e përgjithësuar dhe pa e përcaktuar, sikur se thamë, i mëshirshëm i lagjes apo bujari i zonës këtu, kanë thënë që është e lejuar, mirë po, nuk futet në idhujtari, vetëm se nëse përmendim një person me emra të cilët i përkasin vetëm Allahut. Nëse themi për shembull krijuesi. Ka krijues tjetër, vetëm se Allahu. Gjithashtu, të nxirren për të merren emra për emrave të Allahut, edhe t'i vendosen idhujve. Normalisht kjo është për idhujtarisë. Ose t'i bëhet Allahut ortak në një nga kuptimet e emrave të tij. Për shembull, ne thamë që lejohet nëse ti thua i mëshirshmi apo bujari i kësaj zonës. Ama, nëse ti e vendos me të njëjtin kuptim që ka emri Allahut i mëshirshëm apo bujar, kjo futet në idhujtari. Ndërsa për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të besosh, pra që futet në idhujtari, të besosh që dikush tjetër përveç Allahut i ka ato cilësi me të cilat cilësohet vetëm ai subhanahu wa taala, sikurse adhuruesit e varreve, që besojnë që ai i vdekur i aty në varr i ka të njëjtat cilësi si Allahu, që t'japi risk apo të ndihmoj apo t'japi bereqet e kështu me radhë. E treta, idhujtaria në adhurim. Në këtë lloj të idhujtarisë janë më shumë që kanë rënë njerëzit në të, se sa të parat. Qoftë në të hershmit apo të më vonshmit. Pra kanë rënë në idhujtarinë e adhurimit. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thotë, nuk ka gjë si ai. Edhe atë nuk e mundon dhe as nuk e pengon asgjë, dhe nuk ka të adhuruar përveç tij. Kjo fjalë e autorit pak a shumë është shpjegim për këto që i tham më para. Ose do t'i marrim inshallah një nga një.
Thot, si ai nuk ka asgjë. Këtu kemi disa çështje. E para, argumentet e shariatit tregojnë që Allahu subhanahu wa taala si ai nuk është asgjë, pra nuk i përngjason askush në ato specifika që i përkasin vetëm Allahut. Sikur se thot Allahu, "Leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Si ai thot nuk është asgjë. Dhe ai dëgjon dhe shikon. "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dhe si ai nuk është askush. "Hal ta'lamu lahu samiyya." A di ndonjë që tjetë si Allahu, pra me emrat e tij. E dyta, gjithashtu logjika, natyrshmëria që Allahu na ka krijuar e pohon që është e pamundur, domethënë të ketë një tjetër si Allahu subhanahu wa taala. Sepse nëse themi që ka dikush që është dikush si Allahu, atëherë bie që për të tjetër duhet të jenë të njëjtat gjëra dhe të lejojmë të njëjtat gjëra sikur se lejohen për Allahun. Shembulli i kësaj, Allahu subhanahu wa taala ka jetën e përsosur. Është i përhershëm, nuk vdes kurrë dhe ekzistenca e tij është e patjetërsueshme, është e detyrueshme. Nuk ka një moment që Allahu subhanahu wa taala mund të mos ekzistojë. Kjo nuk ndodh. Ndërsa të tjerat, krijesat e tjera, e kemi parë dhe kemi vështruar, nuk ka gjë në këtë botë që mund të mos ekzistojë. Pra, nëse nuk ekziston apo jo, nuk ka ndonjë ndikim. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala, ekzistenca e tij është e përhershme dhe nuk mund të jetë ndryshe. Çështja e tretë, sikur se e përmendëm, është që përngjasimi i ndaluar, i cili bie në idhujtari, është ai përngjasim i cili bëhet vetëm për specifikat, pra për themi për specifikat e Allahut. Sepse njerëzit, për shembull, në kuptimin gjuhësor, Allahu thotë që ka dorë. Po dhe njerëzit kanë dorë. Ama si Allahu nuk është askush. Pra, ndalohet përngjasimi i cili është, pra, që bie në ato veçori që janë veçoritë e Allahut. Në këtë çështje kanë devijuar disa njerëz. Prej tyre janë, sikur se i kanë quajtur dietarët el-mumathila, ata të cilët shëmbëllejnë Allahun, pra i bëjnë Allahut shembull, ose mohuesit e cilësive. E do t'i shpjegojmë inshallah. Të dy këto grupacione e shikojnë që argumentet të cilat kanë ardhur për emrat dhe cilësitë e Allahut kuptohet prej tyre përngjasimi. Të dy kështu e kanë kuptuar, që argumentet të cilat flasin për emrat apo cilësitë e Allahut prej tyre automatikisht kuptohet përngjasimi. Ata të cilët i bëjnë Allahut shembull, pra el-mumathila, besojnë që Allahu cilësohet, pra cilësitë të cilat kanë ardhur në Kur'an apo në Sunet, ato janë sikur se cilësitë e njerëzve. Pse? Sepse thonë që Allahu subhanahu wa taala i ka folur njerëzve në Kur'an me atë çfarë ato e kuptojnë. E duke qenë Allahu ka thënë dorë, apo ka thënë mëshirë, apo kështu me radhë, pra sipas kuptimit njerëzve, sipas asaj që ato kuptojnë. Dhe me këtë kanë rënë
në shembulltim, pra që i kanë bërë Allahut shembull. Ndërsa mohuesit e cilësive, sikur se ato besuan që argumentet të cilat kanë ardhur në Kur'an, prej tyre kuptohet, më thonë, përngjasimi i Allahut me krijesat dhe për t'u largu prej këtij dyshimi që ato patën, i mohun fare. Dhe për këtë morën dy rrugë, pra janë ndarë në dy rrugë. E para është që i kanë bërë te'wil, pra i kanë bërë interpretim të gabuar, shtrembërim. Pra Allahu ka thënë dorë, ato thënë fuqi. Nuk është dorë, është fuqi. E tjetra, e dyta është e tefwid, që e mohojnë çdo lloj kuptimi që mund të jetë i pranuar, qoftë edhe nga baza gjuhësore, thënë Allahu e din, për çfarë ka për qëllim. Në moment që Allahu thotë dorë, ne pasuesit të sunetit themi dorë, se Allahu ka thënë dorë. Ose si është dorë Allahu, ne nuk e dim. Ama ata thonë, Allahu ka thënë dorë, nuk e dim çka ka për qëllim, Allahu e din. Edhe e kanë mohuar. Normalisht që të dyja këto grupacione janë të humbur në këtë mendim, edhe nëse ata të cilët e përngjasojnë Allahun janë më pak, realisht janë më pak të rrezikshëm për umetin se sa mohuesit. Pse? Sepse dyshimet që ato i hodhën, ata të cilët mohuan cilësitë, ishin dyshime më të mëdha dhe më të forta. Mirë, po të dyja mezhebet kanë folur dietarët, normalisht do të kemi inshallah kapitull prapë që do të flasim për kohë. Të dy janë humbje. Ne themi ehli suneti, besojmë çdo gjë që na ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, tekstualisht siç na ka ardhur në kuptimin e parë gjuhësor. Ama nuk pyesim se si është kjo. Allahu ka dorë, nuk është si dora e njerëzve. Allahu ka fytyrë, ka, nuk është si fytyra e krijesave. Ama që e besojmë. Përgjigje që i jepet atyre për ato dyshimet që ato i hodhën, pra duke menduar që Allahu i ka folur njerëzve me atë çfarë ato kuptojnë, ne themi që i njëjti Zot që foli për cilësitë dhe emrat e tij në Kur'an, njëjti Zot që tha si ai nuk është askush. Nuk ka gjë si ai. Pra, detyra është që ne t'i bashkojmë argumentet, edhe jo të marrim disa, edhe të lëmë disa tjera. Ne besojmë emrat dhe cilësitë e Allahut, mirë, po besojmë që si ai nuk është askush. Edhe pra me këtë ajet bie poshtë komplet dyshimi. Nuk ka të ngjashëm me Allahun, se Allahu vetë thotë se ai nuk është asgjë. Çështja e 5 kanë rënë dakord dietarët unanimisht për nxjerrjen nga feja të atij që i bën Allahut shembull. Pra, kush beson për ngjasimin e një prej cilësive të Allahut apo e cilësive të Allahut me cilësitë e krijesave, ose që një prej krijesave i ngjason Allahut në cilësitë e tij apo në një prej cilësive të tij, nuk ka dyshim që ky person është i dalë prej feje. Thot autori, Allah mëshiroft, dhe asgjë nuk e mundon dhe asgjë nuk e pengon atë. Kjo për shkak të fuqisë madhe dhe të përsosur dhe të madhështisë
së Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo na jep të kuptojmë, pra sikur se e përmenëm në parathonjen, nga rregullat që kemi në përnjësimin e Allahut, për emrat e cilësitë e Allahut është pohim dhe nuk mund të ketë tauhid dhe nuk mund të ketë kuptim sakt pa pohim dhe mohim. Kur thot Allahu nuk e mundon dhe nuk e pengon asgjë, kuptojmë të kundërtën e kësaj në formën më të përsosur. Kush është e kundërta? E pamundësisë është fuqia absolute. Edhe e besojmë në formën më të përsosur. Sepse pamundësia është mangësi në forcë apo në dije. Allahu thot: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Allahu thot nuk e pengon dhe nuk e mundon asgjë, qoftë kjo në qiell apo në tokë. Innehu kana aliman qadira. Allahu është i gjithë ditur dhe i plot fuqishëm. Këto disa çështje. E para, na ka ardhur ose pohohet në shariat, në logjik, në fitra, pra në natyrshmërinë të cilën na ka krijuar Allahu, se Allahu fuqi plot, pra ka mundësi dhe është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Edhe kjo është, do të thënë, përfshin çdo gjë dhe nuk ka ndonjë përjashtim. Fuqia e Allahut është e lidhur me Allahun, ndërsa ndodhia e gjërave është e lidhur me dëshirën e Allahut, e cila shoqërohet me urtësinë e Allahut. Pra fakti që Allahu subhanahu wa taala është i plot fuqishëm për çdo gjë, nuk do të thotë që çdo gjë që Allahu ka mundësi ta bëjë duhet ndodhi. Pra nuk është e lidhur kjo me tjetër. Allahu ka mundësi të bëjë çdo gjë, mirë po jo që çdo gjë duhet ndodhi. Po ndodh vetëm ajo që Allahu don, me dëshirën dhe me urtësinë e tij. E dyta, të gjithë njerëzit ose shumica e pohojnë dhe e besojnë fuqinë e Allahu subhanahu wa taala. Edhe një grup prej njerëzve të bidatit. Ehli suneti, pasuesit e sunetit, kanë disa specifika, pra janë dalluar nga këta tjerët në pohimin e cilësisë së Allahut, pra se ai është i plot fuqishëm me disa gjëra. Është se ata e besojnë që Allahu subhanahu wa taala është i plot fuqishëm në mënyrën më të plot dhe më të përsosur. Pra nuk ka në të mangësi. Besojnë që fuqia e Allahut subhanahu wa taala është e përhershme dhe nuk ndalon. Sepse ai subhanahu wa taala ka qenë i plot fuqishëm, vazhdon të jetë dhe do të jetë, edhe kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala nuk do të ndalojë asnjëherë. Tjetra, që kjo fuqi e Allahut subhanahu wa taala përfshin çdo gjë. Allahu ka fuqi mbi çdo gjë dhe për çdo gjë. Ata cilët devijuan në këtë kapitull, po themi në këtë çështje, pra në cilësinë e Allahut, se Allahu është fuqiplot, janë disa. Të parët janë filozofët. Ato besojnë që Allahu nuk ka fuqi për asgjë.
Edhe me këtë fjalë janë të vetmit, domethënë. Janë të vetmit dhe nuk ka të tjerë përveç filozofëve që e thojnë këtë fjalë. Të dytët janë shifutët, jehudët. Mendojnë dhe besojnë që Allahu subhanahu wa taala ka fuqi, mirë po nuk është e plotë. Pasi e kanë cilësuar Allahun me pamundësi dhe me lodhje. Ndërkohë që Allahu është, për atë asgjë nuk është e pamundur, kur nuk e kap as kotja dhe as gjumi. Të tjerët janë qaderijet. Ato e bën Allahun subhanahu wa taala të fuqishëm për disa gjëra dhe për disa tjera jo. I fundit që do të përmendim këtu është Ebul Budhejl el-Allaf, një i devijuar mu'tezili, bidatçi, pretendoi që fuqitë e Allahut, mundësitë e Allahut do të vinë një moment që do të shuhen, do të shterojnë. Edhe në atë moment Allahu pastaj nuk do të ketë më fuqi për gjë. Qoftë kjo në dije apo në pushtet. Për këtë arsye pretendoi edhe ndalimin e lëvizjes së banorëve të xhenetit apo të xhehenemit. Pra pretendoi që do të vijë një kohë që xheneti dhe xhehenemi nuk do të lëvizin më. E katërta, imani në emrat dhe cilësitë e Allahut, po më specifik në cilësinë e fuqisë, ka një shenjë dhe meditimin të sjell shumë të mira. Prej të mirave që të sjell është në besim dhe në adhurim. Pasi ai që mediton fuqinë e Allahut subhanahu wa taala ka për të arritur shpresën e Allahut, frikë prej tij, mbështetjen tek ai, madhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është, pra meditimi është e përgjithshme për të gjitha emrat dhe cilësitë e tij. Sikur se ti fiton besim kur mediton për emrat dhe cilësitë e Allahut, kështu ky meditim që ta shton besimin ka për të bëjë që të punosh më shumë, të adhurosh Allahun më shumë, të jesh më i përkushtuar në adhurim. Në dije, gjithashtu në dije ka përfitime të mëdha meditimi në emrat dhe cilësitë e Allahut. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, ka shkruar 2 libra. Në një prej tyre me emrin e Allahut, me emrat e Allahut El Hayy El Qayyum, i gjalli dhe i vetmbajtshëm, i vetmjaftueshëm. Edhe në një libër tjetër veç me emrin e Allahut El Qayyum, pra i vetmbajtshëm, i ka kthyer kundër përgjigje mutekellimun, pra po themi filozofëve, dhe ka rënuar vetëm me këtë emër të Allahut, ka rënuar shumë prej ideologjive të tyre. Kështu që kujt Allahu i jep sukses të meditoj për emrat dhe cilësitë e Allahut, duke lexuar Kur'anin, duke lexuar në një komentim, edhe sikur të rri domethënë me orë të tëra vetëm duke meditu, mos kujtoj që është shumë. Është një çështje domethënë që siç e përmendëm, është e provuar në të tjerë. Sikur se përmendëm Ibn Taymijen, vetëm me emrin e Allahut El Qayyum, pra i vetmbajtshëm, i vetmjaftueshëm, e ka rënuar, pra ka përfituar ai shumë ndije sa që ka rënuar shumë devijime prej mutekellimunëve.
do një të vazhdojmë se... Okej, nëse... Në kam prapë faktikisht, sepse... Okej, edhe 10 minuta. Bëjmë shpjegimin në akşam ose akşam. Shpjegojmë edhe një kapitull, inshallah do mundohemi mos me u zgjat. Thot autori, wala ilaha ghayru, dhe nuk ka të adhuruar përpos tij. Fjala el-ilah në gjuhën arabe do thot i adhuruar. Pra nuk ka të adhuruar përpos tij. Sipas këtij kuptimi, çdo gjë që adhurohet quhet, më thënë, ilah nga ana gjuhësore, po themi. Edhe për këtë arsye, kush adhurohet përpos Allahut, pra futet në ajetet e shirkut. Këtu janë 7 çështje që inshallah mundohemi t'i themi shpejt për fjalën la ilaha illallah, e cila është fjala e tauhidit. E para, fjala la ilaha illallah kur ka ardhur në Kur'an dhe Sunet, nuk ka ardhur thjesht me të pohu ty adhurimin e Allahut. Sepse nëse do ishte vetëm për të pohu adhurimin e Allahut, të do të thuaj, Allahu është i adhuruar. Jo, ka ardhur që të mohoj çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, pastaj ta pohoj adhurimin e Allahut. Sikur se thamë rregullin, nuk ka tauhid pa u bashku këto dy pikat. Mohim, pastaj pohim. Mohim çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, pastaj pohim adhurimin të Allahut vetëm. Famen yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa. Dhe kush e mohon taghutin, pra një nga kuptimet e taghutit është kush adhurohet përveç Allahut. Wa yu'min billahi, dhe beson Allahun, ai është kapur prej lidhjes më të fortë. Imani se Allahu, pra imani për Allahun, i cili nuk shoqërohet me mohim për çdo gjë tjetër që adhurohet përpos Allahut, nuk është tauhid. Kurse duhet jenë të dyja. E dyta, fjala ilah është i adhuruar. Edhe kuptimet e tjera apo shpjegimet e tjera të kësaj fjale nuk janë sakta, kurse e sakta është që fjala el-ilah do të thotë i adhuruari. Ndërsa kuptimi, edhe kjo është çështja e tretë, kuptimi i fshehtë, pra që nuk përmendet në këtë fjalë që ka përmendur autori, është se sipas argumenteve që na kanë ardhur në sheriat, është kuptimi që të jetë e saktë fjala me të drejtë. Pra, i adhuruar me të drejtë. Allahu është i adhuruar me të drejtë dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq. Kjo është sepse Allahu është i vërteti. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dhe ato të cilët i luteni përpos tij janë të kota. Wa anna Allaha huwa al-'aliyyu al-kabir. Dhe se Allahu është më i larti dhe madhështori. E katërta, se Kurani dhe Sunneti, këto janë burimet kryesore me të cilat kuptohet fjala e tauhidit, fjala la ilaha illallah. Dhe vallahi o vëllezër, ai që lexon Kuranin edhe pastaj vazhdon t'i bëjë shirk Allahut, vallahi nuk justifikohet. Nuk thot Allahu, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është një libër të cilin ne ta zbritëm ty, të begat, liyadabbaru ayati, për të medituar ajetet e tij, wa liyatadhakkara ulul albab, dhe për të përkujtuar të zotët e mendjes. Pra, ai i cili e lexon Kuranin ka për ta gjetë, sikur se thot Ibn Qayyimi,
në çdo ajet prej ajeteve të Kuranit, nga fillimi deri në fund, vetëm se e ke një tregues për tauhidin, për njësimin e Allahut. Patjetër, e ke një tregues në çdo ajet të Kuranit, nga fillimi në fund, që të tregon ty, qoftë drejt për drejt, qoftë indirekt, për njësimin e Allahut. E pesta, mos pajtimi që kanë pasur i dhujtarët e hershëm në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë në kuptimin e fjalës tauhidit la ilaha illallah. Ato e kanë kuptuar mirë. Dhe kanë rënë dakord në kuptimin. Ato kundërshtuan në punën me këtë fjalë. Dhe çfarë përmbante ajo fjalë? Sikur se thot Allahu duke treguar për ta, që thonë e ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab. Ai bën thot të adhuruarit një të adhuruar? Kjo thot është diçka e çuditshme. Pra ato e kuptuan shumë mirë. Ato e kuptuan shumë mirë që fjala la ilaha illallah ishte në kuptim i adhuruar. E këtu do të bëj një koment që nuk e le dot pa e bë. Shumë prej atyre që i thojnë vetes musliman, e quajnë veten musliman, edhe është për të ardhur turp, edhe është për të ardhur keq, që Ebu Xehli, armiku i profetit, armiku i Allahut, të jetë më i ditur se sa ai për kuptimin, për bazën e fesë. Sikur se sufit që nuk ja kanë haberin fjalës la ilaha illallah dhe adhurimit. E lexojnë si fjalë, pra bien në dhujtari. Në të njëjtin kuptim themi dhe tek emrat dhe cilësitë e Allahut. Nuk është transmetuar në një debat, në një kundërthënie midis profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i dhujtarëve në mos kuptimin e ajeteve. Gjithë çka kanë pas ato ka qenë se ata e mohon dhe nuk pranuan të nënshtrohen. Kur kam qenë në Medinë, kam taku një student i cili po krynte doktoraturën dhe tema e tij ishte pikërisht kuptimi i gjuhës arabe dhe sa ka ndikuar ajo në kuptimin apo në problemet që kanë pas shumë prej grupacioneve devijuara. Dhe pa u zgjat, gjithë përfundimi këtu deltë që ato nuk e kanë kuptuar mirë gjuhën arabe, prandaj kanë deviju në shumë prej kuptimeve të Kuranit dhe Sunetit. Edhe të njëjtën gjë e them edhe për këta. Turp dhe mirë për ata i cili Ebu Xehli dhe i dhujtarët e Mekës janë më të ditur për fenë se sa këto persona që i bëjnë Allahut shembull ose që ja mohojnë cilësi. Allahu na rujt. Kjo fjalë, pra kuptimi i kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah, është farz individual. Pra që çdo person e ka për detyrë vetjake individuale ta di dhe ta kuptojë mirë këtë fjalë dhe çfarë përmban si fjalë. E gjashta, ta dish se sprova më e madhe që ka ky umet, edhe që është godit ky umet, është që shumë njerëz nuk e din edhe e kanë humbur kuptimin e kësaj fjale. Fjalës e cila është baza e fesë la ilaha illallah. E shtatë dhe e fundit, që detyra për muslimanin dhe muslimanen në këtë jetë, në jetën e kësaj bote, rrotullohet në këtë fjalë. Pra në fjalën la ilaha illallah, në 4 gjëra. E para t'ja di kuptimin, pra detyra jote në këtë botë, me fjalën la ilaha illallah, rrotullohet. Në këto gjëra që po them. E katërta, të dish kuptimin e saj. E dyta, të dish çfarë përmban, çfarë kërkon prej teje kjo fjalë kur e thu.
E treta, të distancohesh dhe të mënjanosh çdo gjë që ta prish dhe ta rënon këtë fjalë, këtë dëshmi. Dhe e katërta, dhe e fundit, që gjatë gjithë jetës tënde të mundohesh fort edhe t'i kërkosh Allahut të t'jap forcë dhe sukses që të qëndrosh në këtë fjalë, e të luftosh me shejtanët, qofshin prej njerëzve apo xhinëve, që të vinë dhe të hedhin dyshime këtë fjalë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Ai i cili fjala e tij e fundit është la ilaha illa Allah, do të hyjë në xhennet. Në një transmetim tjetër i cili jep kuptim: "Men alima annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Pra kush e din, pra bashkohen dy argumente dhe del kush e thot dhe kush e di kuptimin e saj, dhe çfarë përmban si fjalë, që ka punuar me të, hyn në xhenet. Mirë, po kjo është një sukses që nuk i jepet vetëm se atij që e ka realizu dhe e ka plotësu kuptimin e asaj fjale në këtë dynja. Subhanak Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nëse ka një pyetje para se të shohim. Allah shpëlbes më mirë. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.